Vrasja makabre e të rijut në Ferizajn nga kushëriri, prokuroria ngrit aktakuzë ndaj të dyshuarit. Vrasja mizore e Bekim Varit nga Ferizaj pati tronditur opinionin publik. 27 vjeçari, i cili ishte raportuar si i zhdukur nga familjarët me 29 janar, u gjeti pa jetë me 5 shkurt nga familjarët në një zonë malore të fshatit Manastirs të komunës së Ferizajt. Trupi i viktimës u gjet në gjendje të rëndë nga familjarët. I dyshuari kryesor për vrasjen e Varit është Leotrim Fejza, 27 vjeçar nga fshati Pleshin i Ulët e Ferizajt. Si pas prokurorisë, ekziston dyshimi bazuar se me 23 janar 2025, në orët e pasdites në malet e fshatit Manastirs, i pandehuri Leotrim Fejza e ka privuar nga jeta Bekim Varin në mënyrë mizore dhe më pas ka groposur trupin për të zhdukur gjurmët. Ai më pas është larguar nga vendi i ngjarjes duke tentuar ta fshehë krimin. Bazuar në këto prova, ai po akuzohet për veprën penale vrasje e rënd sipas nenit 173 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Hetimet po vazhdojnë me intensitet për të zbardhur tërësisht motivet dhe rrethanat e kësaj ngjarje tragjike, e cila ka lënë të tronditur familjarët dhe të gjithë rrethin. Personat e apostrofuar në këtë artikull prezumohen të pafajshëm deri në një vendim të gjykatës.